Kur besojmë në fjalën la ilaha illallah, e adhurojmë Allahun në bazë burimit të kësaj fjale, e ndërtojmë moralin bazë të kësaj fjale, na e kemi rujt natyrshmërinë e njeriut. Kur njeriu dyshon në këtë fjalë, kur njeriu dyshon në këtë besim, fillon që të tjetërsohet, të bëhet tjetër. Në radhë të parë hub besimin, hub adhurimin, hub moralin, hub ndjenjen e njerëzores, dal nga dal zhveshet komplet nga njerëzillëku dhe smetet më njeri, por i takon më botës shtazore. Pra, shumë gradual, vjen njeriu duke u zhvesh për çdo vlerë njerëzore. Lidhja ku ka? Te fjala la ilaha illallah. Për çta Allahu ka thonë, inna shirka la dhulmun adhim. Me bë Zotit shok është zullumi më i madh që njeriu i bë vetvetes. Nga se e tjetërson natyrën e tij. E çka po thirrin pejgambert? Çka po thret Kurani? Çka po i thot Kurani pejgamberit alayhis salam? Kurani i thot fa aqim wajhaka lid-din hanifan. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, la tabdila li khalqillah. Sa është e madhe kjo fjalë, ky ajet më kuptu. Përkushtoju me sinqeritet fesë. Cilës fe? Pra fesa Allahut. Përkushtoju me sinqeritet fesa Allahut, e cila është fe e bazuar në natyrshmëri që ka kriju Allahu. Pra e ru natyrshmërinë. La tabdila li khalqillah. Nuk ka ndryshim në krijimtarinë e Allahut. Nuk guxon të ndryshoj ajo që Zoti ka krijuar dhe i ka dhënë mision njeriu. Guxon të ndryshoj.